Kam fryrë buzët. Kam fryrë buzët. E kam bërë. E kam bërë, po unë kam, pasi i bërë, shiko, se unë kam buzë mjetë tani. Shkova i bërë se pata atë fiksimin që po i bënin gjithë buzët, dhe më duk vetja tamam si ajo shpreha buzviç, se më ishin dalë kështu para dhe të intura, për zotin gjë më të keqe. Unë nuk isha parë të vetja ime, vetëm qaja. Babi më thoshte do ndrosh foton e pasaportës, do të njojnë me njerëz, dhe më bullizuan dhe të gjithë familjarisht, dhe sa po ra ajo entja fillestare, i shkriva, dhe këtë gjë e kam bërë 2 herë. Po shkova i bëra një herë tjetër pas disa vitesh, kam qenë e vogël, kam qenë 20 vjeç. Shkova prapë pastaj pas sa vitesh e provova në një klinikë tjetër që më thanë kjo është shtyllë, do t'i bëj buzës si Angelina Jolie, thash unë do i bëj prapë. Prap një javë mbajta i hoqa dhe nuk do e provoj më kurrë në jetën time. Po ti buzët e kjo të trasha. Po doja t'i bëja pak kështu te konturi, t'i bëja pak si më të ngritura. Jo, vetëm te pjesa e konturit, do të bëja 2 rafinime të vogla. Unë jam piktore dhe e shoh veten time me sy kritik. Dhe një 2 gjëra të vogla që s'mi bëri njeri dhe unë përfundoja duke i shkrir. Dhe është shumë e dhimbshme ti shkrish, për zotin disa të dhënë, të fryen, është horror, është never again. Më për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.